Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka vizitoi Shkodrën ku inauguroi 2 fusha të reja, fillimisht një mini fushë futbolli në Juban që u financua nga FSHF në bashkëpunim me famullinë e kësaj zone. Më pas ai inauguroi një tjetër fushë, këtë herë në Shtoj me parametra të rregullta, në bashkëpunim me një investitor privat. Pas inaugurimit të fushave, Duka mori pjesë edhe në asamblenë e përgjithshme të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër në ambientet e stadiumit Loro Boriçi. Në fjalët e tij, presidenti i FSHF-s tha se Shkodra ka nevojë sërish për fusha të tjera. Inauguruam një fushë në Shëna Prende për komunitetin atje në bashkëpunim me Kishën, e theksova dhe atje që nuk është thjesht një projekt sportiv, por një projekt edhe social që do t'i shërbej edukimit të fëmijëve të zonës, qoftë nëpërmjet besimit të ta apo nëpërmjet futbollit. Ajo që më intereson mua është nëpërmjet futbollit, pastaj një tjetër fushë shumë të mirë në Shtoj, me kushte ideale dhe do të bëhet edhe më ideale nëse bashkia do të na ndihmojë që të shtrojë dhe atë rrugën që të çon ka fusha për ta ndëruar më vonë në një kompleks Mirfield dhe në asamblen vjetore. Kemi disa projekte, po janë pak pra aq sa do në Shkodra. Duhet t'i shtojmë këto projekte dhe infrastrukturës, të bashkojmë forcat dhe të kemi më shumë, sepse gjëja kryesore, sidomos për të pas vajzat, siç e tha dhe kryetari i shoqatës zoti Matia, vajzat duan i çik kushte akoma dhe më të mira, kështu i do na duhen fusha më shumë. Duka i pyetur nga Star Plus për Final Four, tha se kjo skemë favorizon edhe vllaznin të pretendojë për titullin kampion, ndërsa shtoi se duhet pritur përfundimi i këtij viti për të parë nëse ajo do të aplikohet edhe sezonin e ardhshëm. Pse nuk thosh që është, se nëse do jemi në klasifikimin që është sot, vllaznia nuk do ishte kampion, kurse në Final Four ka një shans më shumë për qenë kampion. Kështu që ty duhet të interesojë vllaznia. Asnjë skemë loje nuk është, asnjë skemë kampionat nuk është ideale, nuk i plotëson të gjitha. Ne kemi një kampionat me 10 skuadra me 4 faza, vajtja ardhje me një numër të konsiderueshëm neshjesh për të krijuar një produkt më shumë apo më shumë interes apo qoftë edhe një emocion më shumë. Kemi dhe Final Fourin dhe ka më shumë aktivitet sportiv dhe nuk besoj se ka në të keqe, por për gjatë garës së 4 fazave ka idera që mund ndikojë negativisht në numrin e spektatorëve apo jo, unë nuk ndaj njëjtin mendim, megjithatë duhet presim dhe të shohim rezultatet e këtij viti. Në këtë asamble u zgjollën Lazar Matia dhe Alfred Pietri si 2 delegatët që do përfaqësojnë shoqatën rajonale të futbollit Shkodër në asamblenë e përgjithshme të FSHF.